Kosova në botror apo do të jetë vështirë? Kur më ngatë se kena pas, as Kosova, as Shqipëria, kur më ofër se kemi pas ne grupin që e kemi, duhet me duhet me u distancu nga mënyrat e menduarit që na duhet me pas eksperiencë, na s'kena përvojë, jo po na s'kena shku asnjëherë në Evropian. Këto binuj gjitha. Këto binuj përveç për një arsye të vetme. Ti e ki një gjenerat, një grup që ndoshta s'ki me pas as për 1000 vjet më. Domthon ti duhesh më referu ç'saj. Unë kam thënë edhe në emisione që nëse ish dosht me qenë eksperjenca pyetja apo fuqia shtetërore, ta kish determinuar ti rezultatin, asnjë kampionat s'u kondosh më mojt se Amerika ishte gjithë kampion. Gjatë, domethënë, ne ke pas ti kampion Amerikën, si ti organizues, është më e forta në aspektet ekonomike shtetërore. Po tash na e kemi një grup futbollistëve që na duhet me argumente po na dëshmohet që na besimin nuk e kena paushall ta. Po që ata po aktivizohen, po që ata po tregojnë performancë të mirë. Edhe pse na mos me besu. Çka ko lidhë na jena Kosovë në aspektin ekonomik, po në aspektin sportiv, futbollistik, na jena Brazil. Më thonë është çka që thjesht, tu me bon, se s'ka me një aty Albin Kurti, as vjes as Moni me lut, ka me lut të Danxhe Grova, Vedat Muriçi. Po kupton, domethënë as nuk ki mu përball me ushtri, ki mu përball me futbollista 19 kundër 19. Kështu që na me plot drejt duhemi me shpresu dhe duhemi me besu që na asnjëherë në histori nuk e kemi pas një grup futbollistë më të mirë se sa ai që është. Ndoshta edhe për shumë kohë në të ardhmen s'kemi me pas. Ajo mbetet është relative, po që mbetet më pa unë kam një besim të jashtëzakonshëm tek ky grup. Me gjithë faktin se Turqia është një kombëtar shumë e fortë, ato duhet me potencu për shkak se kanë një eksperiencë, kanë futbollistë momental shumë të mirë, ata kanë vujt për shumë kohë, nuk kanë pas individ të mirë, cilësor, ose më mirë themi kanë pas, po nuk ka arrit asnjëherë me u bën një fan grupi homogjen. Ka qenë problemi i njëjtë faktikisht si te Anglia, që për shumë kohë kanë pas emra shumë të mëdhenj në futbollin botror, po që në përfaqësuese nuk kanë arrit me bën ai rezultat, ai sukses historik. Njëjtaj problem është edhe me Turqinë, por prapse gjasat janë 50-50. Kundërshtarën e parë besoj fuqishëm që do ta kalojmë. Ndërsa për Turqinë mbetet më pa. Unë mbes me shpresë pozitive që